mund të jetë krijuar një opinion sikur diella bën punën që ka bërë më parë dhe fle. Në fakt, jo, ne tani më jemi në një fazë të re të procesit, pasi janë hartuar gjatë gjithë kësaj periudhe 450 faqe specifikime teknike shumë të detajuara, për cilat kanë punuar ekspert të zot vendas dhe këto faqe janë vënë pastaj nën shqyrtimin e Bankës Botërore, që ka dhënë pak ditë më parë dritën jeshile, pa kundërshtime, pra atë certifikimin pa kundërshtim, no objection, të çdo projekti ku Banka Botërore merr pjesë në financim. Dhe tani më jemi gati të kalojmë në fazën e ndërtimit të një sistemi absolutisht inovativ të prokurimit elektronik, një sistem unikal me inteligjencë artificiale, në ndërkohë që, siç e kam thënë dhe në raste të tjera, ekspertët tanë nuk kanë punuar në një ishull të izoluar, po kanë ndërvepruar me ekspert qoftë të fushës prokurimit, qoftë të fushës inteligjencë artificiale në një sër vendesh. Është bërë këtu në Shqipëri dhe një workshop intensiv me 16 vende, të cilat kanë element të inteligjencës artificiale në proceset e prokurimit, por projekti ynë është i pari i këtij lloji, sepse synon që të gjithë elementët e procesit t'i vendos në një zinxhir dhe të mundsoj prokurimin me inteligjencë artificiale në një masë shumë të madhe të procesit dhe të bëj të mundur që asnjë biznes të mos detyrohet më të mbledh letra lart e poshtë për prokurimet publike, asnjë nënpunës të mos ketë më në dorë të luaj me letrat e biznesit, por të gjitha të dhënat të mblidhen nga vetë diella prej mbi 40 regjistrave publik që tani më janë të digitalizuar dhe pastaj të jenë në dorën e biznesit për t'i aktivizuar vetëm me një klik. Një proces që do të shkojë nga studimi i tregut tek dorëzimi i ofertave, monitorimi i kontratave, dhe çdo ndërveprim do të jetë vetëm në ekran, totalisht